Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Nderuar besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdoj me takimet tona të përjashme, sot me një temë tjetër dashur besimtar, jashtëzakonisht e rëndësishme, një tjetër tëmet për tëmetave të njerëzve në përgjithësi, por edhe të besimtarëve fatkeqësisht, madje edhe të atyre të cilët do duhet ishin shembull dhe duhet që fetaria e tyre të reflektonte dhe ata të ishin të ruajtur për nga shumë këto tëmeta që jemi duke i përmend. Mirë po, edhe besimtarët sigurisht se ose një pjesë e tyre kanë rënë në këtë që do të përmendim sot, ose në këtë sëmundje me thonë ashtu, ose në këtë mëkat, pra një telashe për telasheve të kohës së sotit, ajo është mos verifikimi i lajmeve dhe përhapja e dezinformatave, thashethemeve e kështu me radhë. S'ka dishim të ashtë të zërë se rreziku ose e keqja e kësaj është e madhe, në veçanti në kohën e sotit, në kohën e teknologjisë dhe internetit, ku përhapja e lajmit bëhet në mënyrë marramense, në shpejtësi marramense. Që të e qetë edhe mos se din ku përfundon. Me një dygme e prek edhe Zoti e din ku nalet e çfarë domi mundet me bë. Andaj, nëse çdo herë është dash besimtari me qenë i kujdesshëm, i vëmendshëm, që të mos pranoj të gjitha lajmet që i vinë, si të vërteta, të verifikoj ato, dhe pastaj të mos i shpërndaj ato detyrimisht. Nëse kjo gjithmonë është dashur me qenë cilësi e besimtarit, ajo në kohën e sotit duhet të jetë edhe më shumë, pra duhet të jetë besimtari edhe më i kujdesshëm, nga se jeta është e tillë, edhe mundësia shpërndarjes është shumë e madhe, edhe mënyrat janë të shumta, edhe pastaj manipulimi është shumë i madh, me fjalë, me fotografi, me incizime, me prerje të video, të nxjerrës nga konteksti e kështu me radhë. Ndaj besimtarët me qenë shumë i kujdesshëm dashur vëllezër, që në këtë pikë rreziku ose dëmi i përhapjes së thashethemeve, dezinformatave është i madh. Sa personit i është lëndu imazhi, i është prish imazhi për shkak të fjalëve të njerëzve, ndoshta pa pas kurrë faj. Sa njeriu i është lëndu imazhi i tij, i është prish figura e tij, sepse dikush ka qitë në fjalë, në të pavërtet, dhe pastaj e ka marrë dhe i gjështoj me shpërnda. Sa familja është prish për shkak të thashethemeve dhe bartjes së fjalëve. Jo po thot, je ka thonë, jo po thot për ty, je kish thonë për ty, je ku ndëgju, je që shka po thot. Sa shokët je prish, sa familja është prish, sa jeta madje familjare dhe bashkëtorë ka përfundu për shkak të shpërndarjes ose përhapjes së thashethemeve për njëri tjetrin. Madje sa fitnja është bota është vëllezër. Fitnë në mes njerëzve, fitnë mes xhamatit, fitnë madje edhe në mes ndoshta rrugës edhe më gjerë. Kemi impotas disa shembuj edhe në kohën e Profetit alayhis salatu wassalam. Ka ndodhur fitnë të mëdha dhe të lashë dhe më pikërisht për shkak të shpërndarjes së përhapjes së lajmeve të pavërteta. Dhe kjo bela është e përhapur në shumë sa të dashur besimtar, madje edhe në mesin e besimtarëve. Kështu që ja vlen
që me morë më seriozisht besimtari, që me verifiku fillimisht informatat, lojmet që i vinë për dikon, dhe mundësisht edhe mos me i shpërndohet vetëm nëse ka ndonjë dobi. Fjala dashur vëllezër, fjala ka përgjegjësi. Nuk është lehtë veç me fol, ose me shkru, ose me mendu, ose me gjyku, ose me dhonë mendim. Fjala ka përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. Kur i tha Muadh radhiyallahu anhu profetit alayhi salatu wasallam, ja Rasulullah, më këshillon diçka të madhe, tha emse ka lejke hadha. Tha gjuhës kështë e kujdes, subhanallah. Gjuhës kështë e kujdes. Tha, a dhe për gjuhë pas ko mu pyt, a dhe për fjallë pas ko me dhanë lëgari, a si e në të lirë me fol, e me mendu, e me gjyku, e me paragjyku, e me akuzu ka njerë. Tha, ujhak. Tha, mirë për ty o madhë, po a ka diçka që ka i fut njerës më tepër në xhehenem se sa rezultati fjaleve të tyre, i gjuhës tyre. Mas shumë të që ka i fut njerës në xhehenem është jenë pasojat e gjuhës, sepse me gjuhë kam bo zarar të madhë, kam bo dëmë të madhë. Nuk kam qenë kujdesshëm. Dhe e thëtë profeti alayhi salatu wasalam në një hadithet e dashurëzër, ka mundësi që besimtari e flet një fjallë cilës nuk ja vendon shumë menën. E flet një fjallë pa vend, të pa qëlluar, me dashje ose pa dashje. Mirë po, për atë fjallë e futën në xhehenem së 70 vite me hitë, sallallahu alaihi wa sallam. Për një fjallë. Dhe përgjegjësia për fjallë dashurëzër është shumë e madhe në veçanti në kohën e sotit. Për ata dashurëzër kemi ajetet Kuranit dhe hadithet profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat thrasin që besimtari me qenë i kujdesshëm dhe me i verifiku informatat, lajmet që i vinë, postimet që i vinë, fjalë për hoxhallar ndryshëm që i vinë, me i verifiku fillimisht. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju të cilët keni besu, o ju besimtar, nëse një njeri jo i mirë, fasik është njeri i keq, mashtrues, ranacak, dallëvërgji, e të quajmë qysh dojnë me shprehjet tona. Nëse një dallëvërgji i keq ju sjell juve një lajm, një informat, po thot diçka, fatabayyanu, ka thonë verifikone, mos e merrni me një çështë shabllon. Mundet me qenë person, mundet me qenë media, mundet me qenë televizion, ka emisione, ka media, ka revista, ka të këqija sa dush, të cilat për detyre kanë me i lëndu imazhin e hoxhallarëve, e të bashkisë islame, e të muslimanëve, dhe mundohen ku s'ka me gjetë ndonjë shumë herë edhe të pavërtet dhe me fabriku pastaj edhe me shpërndaj. E mos e matë me njëherë me pranu. Dhe nëse dikush që nuk është bashkëbërë mirë, kjo është urdhër kuranor, ta thot në i fjallë diçka për filonën, për alonën, fatabayyanu, Allah po thot verifikone. Verifikone nga se ka mundësi thot bëni zullum pastaj. Ja merr një noti, merr ndonjë qendrim në bazë të asaj fjale, nuk i flet, nuk i shkon, ja merr e kështu me radhë, pa ditë kur gjoj. Është një periudhë gjallar është në një profesor pas në Medinë, Allah rujt është hala gjallë, profesor doktor në fushën e tefsirit. Thot një herë një student nali dhe për më thot, o shekh, o profesor i nderuar, më bën halal, sepse unë për një kohë gjallë kom folë keq për ty. As të kom njoft. Veç kom dëgju dikon të thonë, edhe unë ju kom bashkan gjitë.
Sa mëkati është bë, sa njeri është prish, sa njeri ndoshta e ka privu nga mësimet të mira të atij profesori për shkak se i kanë marrë fjalët ose gjykimet e njerëzve pa i vërtetuar. Nëse ju vjen ndonjë person i dyshimt, jo se janë ndonjë lajm, fatebejenu, verifikone. Edhe mirë nëse të flet verifiko, se nuk pritet mirë për ti. Kështu bëtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu të Allahu zëzër, një tjetër ajet subhanallah, ja ju e ledhine amru idha darabtum fi sabilillahi fatebejenu, o ju që keni besuar, interesant. Kur të luftonin në udhët Allahut fatebejenu, edhe në gjihad, edhe luft me koni kujdesshëm, mos me vro pa faj, mos me gjyku pa faj, mos me bo zullum njerëzve pa faj. So njeriu ndoshta i është bo zullum valla dëshova për morën qafrin personin, e morën qaf familjen, ja prishe imazhin, ja prishe karrierën. Në luft po të Allahu. O ju që keni besuar edhe kur të luftoni me kon të kujdesshëm. Me kon të kujdesshëm, fatebejenu, e jo në kushte normale, po edhe në kushte ekstrem të këshira, ndoshta edhe të vështira, Allahu po na thërret që me qenë shumë kujdesshëm, sepse mundemi me bë dëm pas e dashur vëllezër. Mundemi me bë dëm. Në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam një prej sahabive, një sahabi nderuar, në një prej betejave, duke luftuar me pabesimtar, e rëzoj pabesimtarin, edhe dashti me godit me shpatë. Luft në gjatë. A i kërë pa shpatën, tha la ilaha illallah. Kësë, o tha, vonë është tash. E vrau. Kurse profeti alayhi salatu wassalam pastaj e qërtej shumë. Tha e qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Tha e ke vrau pasi ka thonë la ilaha illallah. Tha ja Rasulullah, ai pe frikës e tha. Kur e po shpatën tha, e shaqaqta qalbahu, aja që e zemrën ti me po pe frikë? Tha wallahi, tha ky sahabi po thot. Wallahi, tha as shumë jem di keq, edhe ndihem këtë kisha pas dëshirë që unë mu bo musliman mas i soj ngjarje. Pe frikë se kë ngjarje që e vrata një njeri, e profeti po thot, nuk e ditet ja, e tha pe zori, e tha me qef. Ai nuk është në dorën tonë, ai është dorën Allahut azza wa jall. Ta shëllëzër me pas kujdes. Profeti alayhi salatu wasalam, po ashtu në shumë hadithe ka të rejtë vërejtën, ma të ka thonë një hadith, dhe gjatë dozë shumë është një hadith interesant. Kefa bil mar'i kadhiban, mjafton thot për një person që me kom prej gënjeshtarve, mjafton mu bo gënjeshtar që aj veç me folë qka të njën, qka të ndëgjën me thonë, po thujnë, thanë, po thujnë. Pra, kjo ka thonë është, ose ky person hynë në renin e gënjeshtarë, nëse gjithë qka ndëgjën, hiç nuk e shte pak me përpunu. Po qka të njën, në njëherë shpërndonë. Thanë për filonin, thanë filoni bre, qështu be thanë filoni bre? Profeti po thotë ky person është i mjaftan që kjo mënyrë që ai më konë prej gënjeshtarëve, Allahu në lutja Rabbel Alamin. Madje, në një hadith ka thonë për e selam, është i shkatruar, e ka përdorë një emër në gjuhën arabe që i thojnë asaj hinkes, cila e mbledh ujtë, dhe qka të helat jenata e veç që të bënë edhe e përcjell. I shkatruar, ka thonë, është ai person që çdo informat që të merë, që të njën, ai veç e shpërndonë. Anive bre, thanë që shto bre, ju të dashëllëzër besimtarë duhet me qenë,
do të me qenë i kujdesshëm. Fillimisht, me verifiku, e dyta, jo detyrimisht, çdo gjë që ka dëgjon duhet me thonë dhe me shpërdo. Jo do të po do të me pas kujdes. Sepse pasojat pastaj janë të mëdha. Pasojat janë të mëdha. Mundet me dëmtu personin, familjen, po individin, familjen dhe shoqërinë. Në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur disa gjëra dashur dhe zër që për shkak të dezinformatave është bërë dëm i madh. Në kohën e Mekës, pra kur Profeti sallallahu alajhi wasallam ishte ende në Mekë, pas një kohë një pjesë të besimtarëve të cilët po maltretoheshin për shkak të besimit të tyre, Profeti sallallahu alajhi wasallam ju dha leje me bëj xhiret në Abisini, Habeshe. Dhe shkon një numër i konsideruar i besimtarëve të cilët kryesisht për besimtarëve të dobët, që s'kishin mbështetje shumë rreth në Mekë, dhe u dha leje Profetit sallallahu alajhi wasallam me bëj xhiret. Me lëshu Mekën. Por u përhap një lajm një ditë në Mekë se mushrikët e kanë pranuar Islamin. Pasi që Profeti sallallahu alajhi wasallam kishte cituar disa ajete të surës Najm, u përhap si lajm dhe mbritin Habeshe. E kanë pranuar Kurajshit e Islamin, edhe të çon ata. Me njëherë po kthehom. Po ishte një dezinformatë që pastaj aty dashkozën i kushtoi. Sepse kur kthyn pastaj u maltretuan edhe më tepër. Dhe u detyruan prapë me shku në Abisini. Një ngjarje tjetër poshtë e rëndë është që kishte pasojë të mëdha për shkak të një dezinformate në betejën e Uhudit. Gjatë betejës u përhap një dezinformatë se u vra pejgamberi alayhi salatu wasalam. Është vra pejgamberi alayhi salam. Dhe kjo sigurisht se shkaktoi pastaj një farllëj krizën mesin e besimtarëve. Disa ju humbi motive me luftu. U vra Muhamedi sallallahu, u vra pejgamberi sallallahu. Për ka me luftu mo, shka me luftu mo. Disa dhe veç filluan edhe më tërhej krejt për vijës se filluan. Dhe kështu pastaj ndodhe edhe disata, pra humbën muslimanët në Uhud. Kurse beloja më e madhe në kohën e Profetit sallallahu ka ndodhur pas një përhapje së një gënjeshtre, një dezinformate, përmes cilës akuzohet gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe një si tregimi i linçimit të Aishës. Inshallah taala këtë tregim do ta marrim mas tregimit të Kabit, sa është vërtet një tregim dhe një ngjarje që ka ndodhur dhe është godit pejgamberi sa në familje. Munafikët kanë përhapur dezinformat se Aisha, Allahu na ruajt, e pas të cilën pastaj Allahu zbret Kur'an për qiellin. Vërteton pastërtinë e saj, e përhapën një dezinformat se Aisha pas ka bë zina me një prej sahabive. Subhanallah. Dhe kjo ka qenë muaj më i vështirë që kanë përjetu për një muaj ditë, deri sa ka zbrit Kur'ani prej qiellit, ka qenë gjendja më e vështirë që kanë përjetu medenilit në Medinë. Ku është akuzu Aisha, profeti u mërzit, qike Ebu Bekrit, gruaja e Muhamedit alayhis salam. Për shkak një dezinformate që përhapen munafikët, mirë po e pranuan edhe disa prej besimtarëve. Interesant. Dhe boni fesat madhe të dashur vëllezër. Nëse në atë shoqëni të ruajtur, të edukuar, të njëjtër kanë ose ka bë dëm, dezinformatët edhe çka mendonin në kohën e sotit të dashur vëllezër.
Nëse profeti alayhis salam e kanë godit në familje, në moral, jenë mundu me lëndu, tërkush jemi ne, sot është kallaj. Fabrikimi i fotografive, prerja video, ndryshme, tashmo me këtë inteligjencën artificiale, ka mundësi me bo fabrikime heq pa folë personi, fotografinë, zamën e këtë ja bën montazh. Andaj nëse çdo herë është dashur me qenë kujdesshëm, që mos me shpërndahet të gjithçka që të vjen, duhet tash në veçantë dash ozër, në veçantë kur nëse ka të bëjë me persona që ti një besimin e tij, një devotshmërinë e tij, një përburt mirë, një hoxhën që është i mirë, dijen e kështu me radhë, nuk duhet çdo fjalë që kush ta lëshon për të që më marr valla pas ka diçka. Allahu na mundja rabbil alamin. Dënimi të ndëruar vëllezër, dënimi për këtë për hapjen e dezinformatave është i madh sigurisht. Në një hadith që profeti sallallahu ka tregu, thotë kam qenë në ëndër, kanë ardhur dy persona, më ka thonë çunë ngretu dhe kanë bërë pastaj një lëvizje dhe natë lëvizje kanë po disa persona ose një person që po dënohen një dënim jashtëzakonisht të vrasë dhe të vështirë. Tash nuk po hip detajisht me po mirë, po është vërtet një dënim shumë i dhëmshëm që po i bëhe një personi e profeti alayhi salatu wassalam po i pyet me laçet se kush është ky person, çka ka ndodhur, pse ky po dënohet kështu, thot profeti alayhi salatu wassalam, innahu ar-rajul yaqdu min baytihi subhanallah fa yakdhibu al-kadhiba wa tablughu al-afaq. Ky është personi që kur ka dalë prej shtëpisë e ka lëshuar një rrah në fjalë tak. Edhe e ka marrë dy herë pastaj. Allahu na mundja rabbil alamin. Sot domi është bëhet dhe bëhet edhe sot. I relshën një fjalë. Edhe pastaj e veshkon të rrit edhe duke edhe bën dëm të madh. Në fund të kësaj teme dashur vëllezër janë disa këshilla që besimtari do të mi pas parasysh në këtë gjatë verifikimit ose edhe të përhapjes dhe shpërndarjes së informatave dhe lajmeve. Disa dietarë kanë thënë edhe si obligimet besimtarit kur ti ndëgjon disa informata që i vinë ati, këto këshilla ose këto obligime së dietarët kanë nxjerrë nga surja Nur në Kur'an, e cila trajton tregimin, pikërisht tregimin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. E parë dashur vëllezër është që besimtari fillimisht me pas mendim të mirë për vllahun e tij musliman. Kjo do të me qenë a priori, me pas mendim të mirë për besimtarët, përgjithësi për ata që te një në veçanti, dhe jo çdo fjalë, jo çdo lajm me ta thyje, me ta luhat këtë mendim të mirë që ti e ki për besimtarët. Subhanallah, në tregimin e Aishës është një bisedë mes dy sahabive të nderuar që tregon se çfarë zemra është të pastër ta kanë pasur ata njerëz. Ebu Ejubi radhiyallahu ta'ala anhu po i thot gruas tij kur përhap lajmi se Aisha gruaja e pejgamberit ka pasur no. Po i thot gruas tij tash Ebu Ejubi, oj filone, subhanallah, me pakon ti në vend të Aishës, a kishe bo një gjatë tillë? Thot, jo, wallah, thot, po Aisha është në mirë se ti. Pra, nëse ti se kishe bo qëto, atëherë, Aisha dhe ma heq. Aisha tash me i thot, ose bashkot e për thot është e Bujubit.
me pakon ti në vend Safanit. Safani ka qenë sahabia i nderuar i cili është akuzu. Tregimi është edhe interesant, është vëllezër, që është ka ndodhe ku e kanë marrë këtë akuzë. Është tregim interesant, po është i gjatë. A jeti më i mirë se Safani, thamë. Safani është më i mirë. E kishe ba ti, ka thonë këtë. Thëtë jo, po Safani është më i mirë se ti. Këtë është vëllezër, kështu dhe me qenë besimtari. Dhe ja bitem ka njerë nga disa besimtarë. E merë guximin me akuzu alamet dietari. Alamet dietari. E ka dëshmu jo vetëm, e ka dëshmu bot njët për dije, për dëvëtshmëri, për frikë respekt ndaj Allahut që e ka. Edhe jep në fetva. E del një kërkushë ishtë të dja, mara e thëtë për tutet hishmetit, ose e si tutet zotit. Subhanallah. Subhanallah. Dhe të shkëzër fillimisht, besimtari do të me pas mendim të mirë. Thot dikush diçka për xhamatën që je fal me to që 20 vjet në saf, mos e pranë bre me thonë jo, po more, ma me valla bavaki. E bën ai këto. Kjo është leksi. Ose dostën shokun e mikun që kemi në shtëpi se një për shembull që sa vjet kështu më radh. Po tash vëllazër do të më pasë, fillimisht do të më pas mendim të mirë. Dytë dashur vëllazër, nuk duhet me pranu pa e verifiku. Të thot diçka, kërkoja dëshmi. Ka thonë, po thojnë, ja, po thojnë, nuk e përne, ma bëna Allah. Kishtë po thot filoni, pas ka thonë, me një mezhlis, kur të e mezhlis nuk e di, bëlla po mojnë. Leni ato vëllazër. Shumë dezinformata, shumë njerëz janë lëndu, shumë njerëzve ju në gjitë fjallë edhe hoxëllar, pa thonë heq. Edhe tash e kanë mësu disa hoxëllar të mëdhej që ka janë, e për me arsëtu kanë herat rënën e vetë, të ka thonë filoni. Edhe do këtë qëndishme që filonin bazë asoj që e nje, edhe din, edhe ke një 500 herë televizor të full, e din që e si ka thonë, asi thëtë të fjollë. Mos me pranu para verifikimit. Në këtë ngjarje, surët Nur, i kanë ditë djetarët që to 6 obligime dhe me pas besimtari karshi shpërndarës së informatave, ose kur të vjen ndonjë pranime dhe shpërndarës ndonjë informate ose propagande. Mos me pranu para se me e verifiku. Thot Allahu Azza wa Jall, "Laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, fa idh lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun." Kur i kanë akuzuar se Aisha pas ka bërë zina me Safanin, Allahu ka zbritë ajet kuranor. Nëse nuk i sjellin 4 dëshmitar, le të sjellin dëshmitarët. Valla nuk ka dëshmitar. Atëherë fe ulaike inda Allah humul kadhibun. Atëherë ata të Zoti janë gënjeshtar. Shka kjo punë veç po thojnë, ka thonë, pas ka thonë, ma mor menja, ma mu e njeva pak. Jo, vllai dasha. Feja jonë nuk shkon kështu. Deri dëshmitarët. Edhe dashur vëllezër me pas kujdes, se vallahi është bërë fesad i madh. Është bërë fesad i madh në shoqëri. I prish njerëz, i prish familjet, i prish me zveti. Tu shti fjallë, tu qu fjallë. A njëve bre shka thanë? Që është bëjë me thonë për ty? Edhe ti me një herë. Kur mos i fletë, a i zdin ish? Aspari nëse është i dëshimt, mashtruës heq mësja merë fjallën. Heq mësja merë. Ka shku një person të një prej djetarëve,
Ka thonë filoni po flet për ty qështu. Ka thonë nuk gjeti shejtoni në postjetit të ra, në postjetit të përveç teja. Aty të bone postjeri shejtonit të. Ja bo bajat. S'ka nevojë të më pru fjalë të. Nuk ka nevojë. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, la yadkhulu al-jannata namam. S'ka mundësi me hyrë në xhenet ai që i bart fjalë. S'hyn xhenet. Sepse duke i bart fjalët me i bart është dozar të mundin mos me kon gënjeshta, është të vërtetë ajo. Po dikush të flet diçka në bez, nashta jo mirë për dikon. Është ndaluar me shku mja kallëzu ati që ka tha. Është ndaluar sepse ky s'ka po mirë që ka fol. Po tash ti halon ma keq bën nëse çdo fjalë ja thua atina që ka fol keq për ta. E ka thonë për vetë sa s'hyn në xhenet ai që i bën fjalë. Allahu na lutë Rabbul Alamin. Pra duhet të vëllezër mos me i pranu për pa i verifiku. Bima dëshmi. Po thot filan hoxha në njëun e që sa vjet. E ndëgjoj e kështu më radhë, ose për filan xhamatin se kështu më radhë. Me nënësi pra mos me i pranu pa i verifiku. Tret është vëllezër mos me përhap çdo gjë që ndëgjon. Sa fjalët ose sa fitnet ose sa beloja ish mshel e kenie mos e përhap leç ato. Ish haru, ish mit. Mirë po jo, dikush veç ka marrë me i thry, me i qit benzin hala. Jo çdo gjë që ka ndëgjohet duhet më thonë. S'është kusht. Një diçka jo të mirë ma se dhob dhe ma hajrë është a pes spash a njeve s'niva. Ma hajrë është. Jo, tu e përhop, pa thë ty ashtu dhe në 4-5 për veti, me nreq pak, edhe tani bëhet fesadi i madh, subhanallah. Thëtë Allahu Zogjel, si kur të kishit thonë, kur ka orë që ke lojmë i ojshës, për ojshën, si kur të kishit thonë, ja, ma kjo është, si shka thonë, e bëjubi me grunë e ti, a ka mundësi me bashkë, më këtë një gjatë i ka thonë, kur se si se bënë, i ka thonë Allah, si kur të kishit thonë të gjithë qështu, nuk ishtë bëhë ke problem. S'ka mundësi me thonë, filan hoxha këtë fjallë, nuk ka mundësi me thonë. Për shembull, fjalla po bjen. Vinë ka nërë disa fjallët, disa ka thonë, filanin qëtu ka thonë, ti e dhe që së mundet me thonë ajë, mundet me thonë, në ashtan nga rëshet fjalla, gabimisht, mire po, me pretendu ose me thirë një gjatë tjilë së mune se ti e në gjehë, thonë. Po ka njerë edhe nëse ka thonë, ka në gjutë shka të shulezër, por është mirë që mos me përhap, nëse dënë, mos më bo fesat, mos me i përhap. Sepse, e qysh është veni edhe ku veni. Sa me thonë të është kejtë qka e një ndikon me kalzu. Sepse kejtë e veç kanë duke përhap. Ka të është dhe zërë, disa gjona ka njerë duhet me i këthy tek personat kompetent që ka janë. Kënë dëgju për një fjallë, kënë dëgju për një fetva, kënë dëgju për një me shku të hoxha ose të njëri kompetent. Une qështu e ndëgjoha, ti qysh e she, ti qysh po e kuptëm, o vla djetarë për qëta janë vla të dashën. Sa të lashët po bonë, nuk folin djetarë që ka janë të mëdhejnë, po heshtet disa gjona, sepse fitne. Kurse po folin do njerës të tjerë që 2 fjallë zdi me t'i lidhë, fol, e jep fetfa, e thot ku janë muslimant, e ku janë kështu, kurse djetarët e mëdhej po heshtin. Pa i ka të shka të nësa i hesht. Andaj thot Allah Azza wa Jall, wa idha ja'ahum amrun min al-amni wal khawfi adha'u bihi wa law rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'allimahu alladhina istamitu. Shumë është ajet interesant. Kur ty vjen kanë ndonjë lajm që ka të bëjë thot me sigurinë e tyre, ata e përhapin më një herë.
Ja disa në ndështëzër që cënohet, mundet mu se cënu siguria, nuk është mirë me e përhap. Në informat, në i lajmë, janë organet. Andaj të ndështëzër me pasë kujdes. Dhe e pesë të ndështëzër prej këshillave ose obligim që të me pasë besimtari, para se me i shpërnda, me i përhap lajmet pas gjitha këtyre hapave, e pesta është mundon pak me mendu dhe më thonë pasojat që munden me ndodh si rezultat i përhapjes dezinformatave. Ata Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alim fi ad-dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ata cilët kanë dëshirë që e keqja mu përhapin mesin e besimtarëve. Që kanë dëshirë. Dikush veç e bën shërë. Tash po shohim tash po mundohen edhe disa tmeta tona, disa gabime tona si hoxhallar, si musliman, po i marrin e po bën emisione, e po mundohen me nxirr gjonat që ata kanë dëshirë për më na sulmu fen, moralin, e hoxhallarët, e Kur'anit kështu me radhë. Veç e bën shërë. Pastaj po ka pasojat e dashur vëllezër, ata cilët kanë dëshirë që e keqja mu përhap mesin e besimtarëve, ata do të kenë një dënim të errët të madh në dynja dhe në ahiret. Dhe fundi do të vëllezër të Allahu azza wa taku fitneten, keni frikë nga fitneja. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, që cila nuk i godet vetëm ata që kanë bërë zullum. Kur përhapet e keqja pastaj tash vëllezër, pasojat e saj nuk i godosen vetëm ata që e ka bërë, por Allahu na ruaj i përfshin edhe të tjerët. Allahu na vëdësoft në këtë pikë Rabbul Alamin, që të jemi më të kujdesshëm fillimisht në verifikimin dhe pranimin e lajmeve të informatave, pastaj edhe në shpërndarjen e tyre. Dhe Zoti mos na bëft argat i të keqës asnjëherë, në asnjë mënyrë më bë argat që më shpërnda as fjalë, as vepra, as gjëra të këqija dhe të dëmshme, të cilat pastaj shkaktojnë pasoja në shoqëri. Zoti ju nderohet. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.